të jesh apo të mos jesh, ose si kishin me thonë anglisht win or go home, fito apo ec në shtëpi. Adruz basketbollit, platformën tuaj dhe tonë artmoshën, ku do që jeni duke na shikuar këto qaste Kosovë, Shqipëri, trojtona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në këtë ambient fantastik basketbollistik dhe Seza i surojnë e zjarrt në ndeshjen e 5 finale të play-offit të Pro Credit Superligës ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës. Ambient i zjarrt. Po ju lo me këto pamje pak. Pesre startuese Smith, Bunjaku, Kobs, Green dhe Zeqiri të Bashkimi. Dërsa të Trepça, Green, Koton, Tuna, Hajrizi dhe Myers. Zurapovic për Kobs dhe Myersin, drejt dhe në duar të Tunës. Sulmi për Mitrovicasit, Green kundër Greenit. Green i Gjelbert kundër Greenit të Portokalt. Trilion Hajrizi atje, hum topin, Max Smith kundër sulmi shpejt, për mrekulli atje. Valium Bunjaku depërton dhe realizon në kundër sulmin e parë. Për shkak të banerit adhurues të basketbollit atje, ku është edhe kamera e cila në mënyrë digjitale e gjeneron rezultatin. Deportim atje dhe realizon Max Smith. Dy topa të vjedhur të tij ndikuan në këto kundërsulme të ekipit të Bashkimit. Tentimi Tunës e kthen topin dhe Green. Myers atje deporton dhe edhe një top i humbur, dy topa të humbur. Madu deporton për mrekulli, bën slalom, realizon dhe rezultatin e kthen. Mushiqi atje tenton dhe treshën e realizon. Green deporton, e kthen te Williams i vetmuar në kënd dhe bombardon për 11-18. Përgjigjet në atë treshën e të Mushiqit me treshe. Green atje, 10 sekonda për këtë sulm. Zekiqi pran Greenit, mbetet larg atje. Shumë larg mbeti Samir Zekiqi dhe i mundsoi Michael Greenit që të realizon treshën e tij të dytë sonte. E shpërthen atje. Tentojnë të gjenat ekstra lojtarin Williams, mbrojtje fenomenale, mirë, po nuk u kuptuan, nuk ishin të vëmendshëm, nuk po e lën me marr frym atje Kotonin. Rollingi Kotonit. Çfarë blokade zi ter total. Wendell për Samir Zekiqin, i cili nga këto pozita zakonisht bombardon dhe qëllon. 16-25 shënim i Sammy Hunterit, edhe për Hunterin janë këto pikët i para. Opala! Time out kërkon Adis Beqiragiqi. I shkëlqyeshëm është Michael Green me 6 pikë dhe Maduti me 8. Anën tjetër Dardan Kapiti e ngulit për 18-27. E rikthene përsin dy shifrore. Shriqi tani Kotoni. Ma herët ishte edhe Tuna dhe atje McInnes me Qiri. Jankovici po bën çmos që të rikthehet në lojë. Max Smith deporton. Dhe mbi Hajrizin e Kapitin realizon. Eftuar Myersin për të kthyer në lojë. I duhet Myersi, Trilon Hajrizi. Koton tenton për 3 pikë, nuk realizon. Më i larti në kërcim të Mushiqi, Koton edhe njëherë tenton ta pengon Bunjaku, shumë lart kërceu Valoni atje. Green, mbrojtje e mire Zekiqit në thellësi atje. Tenton e përmirëson Myers dhe time out ka kërkuar trajneri Jankovic. Pasi që avantazhi i Mitrovicasve përsëri rikthehet në dy shifror, ja dhe njerë Koton këtu. Kotonit edhe 6 sekonda për këtë sulm. Max Smith
shpejt atje, shkëputët prej çfarë pozite mbi Tmushicin. Zekici për McInnesin, Bunjaku. Edhe njëherë tenton me treshe dhe realizon Williams. Bunjaku vendos të deporton deri në fund dhe shënimi pranohet. Shmendet Adis Beqiragici. Green do të kthehet në lojë, Valon Bunjaku e ka topin me floater, jo po me alley-oop për Eric Kopsi në afron rezultatin në vetëm 39-40. Çfarë rikthimi? Kjo po i përngjon si asaj kur Bashkimi shkoi në plus 15, Trepça u rikthye në lojë. Ka faul të Dirk Williamsit kësaj radhe. Po. Mbetët Zekici vetmuar atje, Smith edhe 4 sekonda për Zekicin, duhet të gjuaj, tenton dhe realizon treqën e Sezai Suroj. A do tjetë kështu edhe në pjesën e dy. Oj. Mështat shkurti në parket, ja teron Michael Myersit. Nga prapa vjen dhe i thot jo. Zekici kundër sulmi shpejt, situata 3-2. Bunjaku për mrekulli dhe e përsia e parë. Tre faulla i ka Myers, e vjedh të top Cotton. Fantastik, Tekele Cotton në mbrojtje. Fenomenal, edhe njëherë në mbrojtje, Tekele Cotton. 8 pikë të Cottonit dhe ufa, sa bukur atje. Dhe rikthehet e përsia e tre. Shkon për pick and roll me Valon Bunjakun, e pret Valoni pick and roll i dy fisht atje me floater. Nuk realizon, e përmirëson dhe shënon Valon Bunjaku. 51-50. Green për Hunterin, i cili tenton nga distanca dhe realizon treshën për të rojtje e mire Tmushicit ndaj Williamsit. Edhe Maduti, atje shkon edhe Tmushici. Çka po shofim? Çka po shofim? Gabo njoni, gabo tjetri. Në momentin kur po jepte energji skuadrës së Bashkimit, Jankovic vendosi ta ullë. Çfarë asistimi nga edhe njëherë ky alley-oop fantastik në thellësi. Altini për McInnesin, i cili ngulit mbi Dardan Kapitin për të afru rezultatin në 56-57. Pick and roll i miri Kapitit për Greenin, i cili lanson edhe një treshe, qëllon për 56-60. 3 treshe të ti. Brojtje fantastike. Fenomena, Gabon atje duke tentuar që të jetë atraktiv. Lejson Zeqiri hedhet në parket, kundër sulmi shpejt. Wendell Green tenton dhe treshen e realizon. Adis Beqiragici çmendet atje me atë topin e humbur të Greenit. 59-60. Në kërcim reprezentuesi Bahameve, Green. Qyshja vjedh si me magnet topin ik, Wendell Green si rakete realizon për të rikthyer rezultati në 61-60 dhe rezultati për herë të 9 sonte ndron e përsi. Bukur Michael Green. Lejsoni në blok për Smithin, për sëri, shkon deri në fund, deporton, bitë gjithë realizon 65-62 pick and roll fenomenal i Lejsonit. I kryon hapsin me Smithit, i cili e bën këtë dribling mes këmbëve për mrekulli, e mashtron edhe Tmushicin edhe Drilonin mbi Myersin me tabel. Aksion fenomenal dhe deportim për ballë ka Madutin, kërkon hapsin, shkon atje i vetmuar për mrekulli. Greeni realizon kundër Greenit, pick and roll i Dardan Kapitit, McInnes, Dardan Kapiti e ngulit atje në thellësi për toke. Do të jetë ngushtë, do të jetë dramatike deri në fund. Zekici kërcen dhe kap këtë top. Max Smith tenton dhe treshën e realizon. 75-71. Shpërthen palestra Sezai Suroj. Green, Zekici del atje për ta penguar. Zekici kundër Greenit. Green tenton të përgjigjet. Përgjigjet në anën tjetër në treshe me treshe. Dueli dy lojtarëve me sonte lojtari kryesori Trepçës Green. Sa bukur për mrekulli në thellësi.
120 sekondat e fundit, 2 minutat e fundit. Koton, Zekici, Koton, përsëri shkëputet dhe në stilin e tij. Në anën tjetër, Green dhe Çfarë aksioni! Çfarë asistimi Valon Bunjakut. Edhe një herë do të jetë Elus Regjin që ta shofim, edhe një herë e kap kokën atje dhe referi Viklicki. Shikoni atje, të gjithë menduan se topi do të shkoj te Grini. Ky ishte aksioni më i bukur i organizuar nga trajneri Sasha Jankovic në këto finale. Dhe tani një atmosferë fantastike në Sezai Suroi. Shtatë kërcime, 6 asistime. Edhe pika e tij e 15. Green depërton e kthen te Kotoni, i cili tenton, nuk realizon. Williams e kap te top kundër sulmi shpejt. Green ndalet atje. Edhe Adis Beqiragici shkon dhe ja uron fitoren Sasha Jankovicit. Përshëndeten lojtarët e të dyja skuadra, ndërsa ky njeri sonte është heroi ndeshjes. Valon Bunjaku me 14 pikë, 7 kërcime, 6 asistime, 1 top të vjedhur dhe 1 blokad, është lojtari i ndeshjes dhe MVP.